Dëshironi të dini sa vite do jetoni, pjesa e trupit që fsheh përgjigjen. A mund të jetë fshehja e sekretit të jetë gjatësisë një pamje e qartë dhe ne nuk e dinim deri tani? Dr. David Sinclair, eksperti gjenetikës me famë botërore nga shkolla mjekësore e Harvardit, pohon se përgjigja se sa do të jetojmë qëndrojnë në thonjtë tanë. Sipas këtij ritmi me të cilin rriten thonjtë mund të jap informacion të rëndësishëm për procesin biologjik të plakjes së secilit prej nesh. Çfarë simbolizon rritja e thonjëve për plakjen? Në një studim novator të vitit 1979, një ekip shkencor miratoi rritjen e thonjëve duke ngjitur shirita të vegjël matës në thonjtë e qindra pjesëmarrësve gjatë një periudhë vitesh. Studimi zbuloi se shkalla e rritjes thonjëve zakonisht zvoglohet me rreth 0.5% në vit pas moshës 30 vjeç, ndërsa plakemi rritja e thonjëve ngadalësohet për shkak të rënjes natyrale të qarkullimit të gjakut. Rrjedhja e reduktuar e gjakut rezulton në më pak lëndë ushqyese që arrin tek thonjtë, duke ngadalësuar rritjen e tyre. Faktorë të tjerë që ndikojnë në rritjen e thonjëve janë ushqyerja, mangësi, ushqyese në zink, hekur, kalcium ose vitamina mund të pengojnë rritjen e thonjëve. Ndryshimet hormonale, periudha si puberteti dhe shtatzania shoqërohen me rritje të zgjatur të thonjëve për shkak të luhatjeve hormonale. Sipas doktorit, rritja e thonjëve shërben si një tregues i rëndësishëm se sa efektivisht trupi po prodhon qeliza të reja dhe të shëndetshme. Sa më shpejt të ndodh ky rigjenerim, aq më mirë është trupi i pajisur për të luftuar përkeqësimin e lidhur me moshën. Ndryshe nga mosha kronologjike, domethënë numri viteve që keni jetuar, mosha biologjike i referohet gjendjes dhe funksionalitetit të qelizave dhe indeve tuaja. Shkalla e rritjes thonjëve është një tregues shumë i mirë se si po plakeni, thot doktori. Njerëzit thonjtë të cilëve rriten më shpejt se mesatarja mund të përjetojnë plakje biologjike më të ngadalt, gjë që kërkon kujdes më të shpesht për thonjtë. Sa herë që më duhet të pres thonjtë mendoj, sa kohë më parë i kam prerë thonjtë. Pyet Dr. Sinclair duke dhënë një këshill të thjeshtë se si mund të monitoroni plakjen biologjike.